Në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë është hapur sot konferenca ndërkombëtare me temën Roli dhe kontributi i dietarëve musliman në Evropë, që po organizohet në bashkëpunim me Fakultetin e Shkencave Islame dhe Qendrës për Studime të Avancuara në Sarajevo. Për 2 ditë me radhë, 30 studiues nga Evropa dhe Mexher, kjo konferencë po mbledh zëra të ndryshëm, akademik, profesor dhe studiues, që do të kenë për qëllim të vënë në pa rolin e dietarëve musliman në formësimin e të kaluarës, së tashmes dhe të ardhmes në Evropë. Kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Miftiu Naim Efendi Tërnava, duke uruar mirëseardhjen në këtë konferencë, ai theksoi rëndësinë që Islami kushton dijes, me që raste dhe dietarët kanë qenë vendimtar në interpretimin e saktë të Kuranit dhe haditheve dhe deri në kontributin e shkencave të tjera. Edhe dietarët musliman autokton të Evropës, si shqiptarët dhe bosnjakët, të cilët edhe pse për nga numri janë më pak, përbën një thesar të çmuar brenda popujve të Evropës. Ka dhënë një kontribut të pazavendësueshëm në zhvillimin kulturor, shkencor dhe intelektual të kontinentit, duke kontribuar në ruajtjen dhe transmetimin e dijes islame, në përparimin e shkencave të ndryshme dhe në pasurimin e trashëgimisë kulturore të Evropës. Kontributi i tyre dëshmon se ndikimi i qytetërimit islam nuk ka qenë i kufizuar vetëm në qendrat e mëdha historike, por ka pasur edhe dimensione lokale, të cilat formuan urë ndërmjet traditave islame dhe zhvillimeve intelektuale evropiane. Dekani i Fakultetit të Studimeve Islame Islam Hasani vlerësoi se kontributet e dietarëve musliman në shkencë kanë qenë me ndikim të veçantë, që patën rëndësi edhe në zhvillimin e shkencave shoqërore, e që disa prej tyre veç se janë harruar. Esteemed scholars, taking these facts into account, it becomes evident that Muslims who over the centuries... Më lejoni që në fjalën time përshëndetse të konstatoj edhe faktin se kontributet e dietarëve shkencëtar musliman në shkencë kanë qenë shumë të rëndësishëm për evaluimin dhe transformimin e shoqërisë njerëzore dhe ndikimin e madh që ata patën në zhvillimin e shkencës moderne. Emrat e shkencëtarëve musliman në shumë fusha edhe sot shërbejnë si yje, por të cilët i ka eklipsuar harresa, neglizhenca, sidomos e muslimanëve në 2 shekujt e fundit. Prandaj, ndryshimi dhe përkujtimi figurave kolosale të shkencës dhe filozofisë në epokën e artit islam, pa harruar edhe këtë periudhë bashkëkohore, ka vlera të shumëfishta, si kulturore, shkencore, edukative dhe shpirtërore. Even if I wanted to do so, I could not, because the list would be far too long. Drejtori i Qendrës për Studime të Avancuara në Sarajevo, Ahmet Ali Bashić, vuri në theks problemet me të cilat ballafaqohet Evropa dhe shembujt e mirë që mund të nxjerrën, duke u përmendur Kosova si histori suksesi për menaxhimin e aspektit fetar dhe atij nacional. What has been achieved so far gives us confidence that Albanian Islamic... Kushdo që ka ndjekur zhvillimet në Ballkan gjatë 3 dekadave të fundit, nuk mund të mos vërejmë rritjen e qëndrueshmërisë së dijes islame dhe jetës intelektuale tek shqiptarët. Mbetet akoma për të bërë, por ajo që është arritur deri më tani na jep besimin se dietarët islam shqiptar dhe intelektualët musliman do të rikthejnë përsëri pozitën që ishin në skenën islame rajonale dhe eventualisht botërore. Për të ndaluar shkurtimisht tek fjala Miftiu Tërnava, së shon një shembull të mirë në mënyrën se si Kosova ka menaxhuar pluralizmin fetar dhe nacionalizmin. Kjo mund të jetë ndoshta një çështje madhore, një enigme madhe që shumë kombe evropiane nuk po arrin ta zgjidhin ende. Solution for all of us, but that's... Kjo konferencë po organizohet në një epokë të rëndësishme, ku edhe po ndodhin ndryshime të mëdha shoqërore, edhe nga ndryshime teknologjike. Sesionet e kësaj konference do të udhtojnë nga ato historike deri në ato të modernitetit, nga kontributet e hershme të dietarëve musliman deri në debatet më të vonshme. 30 studiues nga fusha të ndryshme do të paraqesin edhe nesër hulumtimet e tyre në këtë konferencë shkencore që po organizohet në Fakultetin e Studimeve Islame në Prishtinë.